Gjakova do t'jeti vetëm qytet, jo vetëm në Kosovë, por po besojnë gjithë rajonin që i ka gjitha fshatrat e lidhura me ujë, edhe gjitha ujrat e zeza të trajtume. Do të kaluajmë totalisht në transport publik të kombinuar, edhe privat edhe publik. Orientimi strategjik i zhvillimit të Gjakovës për 4 vitet e ardhshme do të jetë në 4 fusha kryesore. Në qytet e kemi konceptin e 3 lumejve dhe liçenit, i cili është duke u implementuar dhe do të përfundoj. Në përfshatra do të orientohemi në trajtimin e ujrave të zeza, pjesë tjera pothuajse janë kryer. Trajtimi i ujrave të zeza do të ndodhë gjatë 4 viteve të ardhshme plotësisht dhe Gjakova do të jetë vetëm qytet, jo vetëm në Kosovë, por po besojnë gjithë rajonin që i ka gjitha fshatrat e lidhura me ujë, edhe gjitha ujrat e zeza të trajtume. Në qytet pothuajse ka përfunduar trajtimi për shkak se me përmbylljen e kolektorëve të Krenës dhe të Llukacit përfundon, nuk do të ketë më ujë të zeza hiç. Këto projekte janë pothuajse në përfundim. Pika e tretë e rëndësishme do të jetë transporti publik dhe mobiliteti. Do të kaluajmë totalisht në transport publik të kombinuar, edhe privat edhe publik, mirë po me një shumicë të madhe publike. Elementi më kryesor do të jetë se gjitha zonat e fshatrave dhe qytetit do të jenë të lidhura me linja të rregullta të autobusëve, në të cilat nxënësit, shkollave fillore të mesme, pensionistët, personat me aftësi të kufizuar, invalidët e luftës do të kenë transport falas. E katërta, që do të ndërlidhet shumë me të parën, ka të bëjë me qytetin e mençur. Është diçka që e kemi nisë në vitin 2019, mirë po tash do të vazhdojmë. Edhe ndërlidhja do të jetë goxha e thjeshtë, shembull ta, veç një shembull i thjeshtë. Nëse doni me prit autobusin, keni me pa në smartphone ku është autobusi, s'keni nevojë me prit një gjysore. Projekte tjera që kanë të bëjnë me ndonjë pjesë të mbetur të rrugëve, ndonjë pjesë të mbetur të ndriçimit publik, janë projekte të cilat veç janë përfundime sipër dhe do të kryhen. Te çështjet e mëdha definitivisht që orientimi i zhvillimit pas përfundimit të 3 rrugëve që kanë mbetur në qytet do të jetë Rezina, qyteti i ri në Gjakovë, i cili veç po vazhdon me u punu, plani i cili ka kaluar në vitin 2019 dhe është pjesë e hartës zonale dhe planit zhvillimor komunal. Gjakova është në nivel tjetër, ky nivel i Gjakovës do të jetë edhe në një shkallë më lartë.